Babagjyshi vjen nga ajri, një zgjidhje krejtësisht e veçantë dhe ndryshe në Himar, aty ku babagjyshi Krishtlindjeve mbërriti nga ajri teksa është pritur nga fëmijët në shëtitoren e Himarës. Një surprizë e bukur për të gjithë në një ditë feste ku Himara këtë vit zgjodhi një mënyrë të veçantë për të festuar së bashku me banorët dhe fëmijët. E ndërsa një vit më parë babagjyshi vinte nga deti, këtë vit është menduar një tjetër zgjedhje, po aq e veçantë, duke sjell gëzim dhe padyshim dhurata për të gjithë fëmijët. Kryetari i Bashkisë së Himarës, Vangel Tavo, e quajti një moment shumë të bukur këtë zgjedhje, duke sjell babagjyshin nga ajri, ndërsa surprizat në Himar nuk do të mungojnë, teksa për çdo vit është menduar diçka ndryshe. Rituali i përvitshëm i babagjyshit përsëri si vjet erdhi në Himar babagjyshi. Menduam që ta sjellim si vjet në një mënyrë tjetër, një formë tjetër, e sollëm nga ajri, vjet e sollëm nga deti. Gjithmonë çdo vit do të ketë surpriza. Kjo është një festë tashmë tradicionale për të gjithë Krishtlindjet dhe babagjyshi. Në Himar ne është viti i dytë që po e organizojmë dhe e festojmë dhe sikur se e patë gëzimi i fëmijëve në fytyrat e tyre ishte i qartë. Bashkia e Himarës është gjithmonë e angazhuar për të organizuar jo vetëm festat e fundvitit, por sikur se e kemi thënë vazhdimisht për të organizuar vazhdimisht gjatë gjithë vitit aktivitete për fëmijë dhe aktivitete tjera në funksion të turizmit. Mes gëzimit të festës dhe këtij momenti të veçantë, nuk munguan urimet edhe nga fëmijët e banorët të Himarës në festën e tyre të Krishtlindjeve. Si vjet nga erdhi nga ajri, vjetër nga deti, shumë bukur, shumë bukur. Jemi shumë të kënaqur për fëmijët e para, që bëhet diçka shumë e bukur në Himar. Është viti i dytë që bëhet diçka shumë e bukur, edhe jemi shumë të lumtur për këtë gjë. Ne për fëmijët duam më shumë, për vete jemi okay. Shumë. Çfarë dëshirë ish për sot babagjyshit? Nuk tregohet. Nuk tregohet dëshira. Mama si mendon? Sa e lumtur jeni sot për këtë aktivitet të organizuar nga Bashkia e Himarës? Qefi edhe gjithmonë të ketë festa të tilla për fëmijët se gëzon. Ndihesh sot? O mandi. Festën. Si ndihesh sot? Mirë. Çfarë dhuratë morë? Dhuratë këtu. Çfarë dëshirë ish për sot babagjyshit? Ke një dëshirë? Jo. Himara ka zgjedhur për të dytin vit të radhës një mënyrë krejt të veçantë për ardhjen e babagjyshit, duke preferuar që këtë vit të mbërrinte nga ajri, ndryshe nga viti i kaluar, kur mbërritja e babagjyshit ishte nga deti. E natyrisht surpriza lihet edhe për vitin tjetër.